Të investojmë pashtu në Ferizaj me centralin e ri me gaz dhe atë gaz amerikanë. Që mos t'i djegi më 1 miliard euro duke importuar energji, që Kosova të mos jetoj më me krizë artificiale energjetike, por me siguri energjetike. Dhe këtu më lejoni të zotohem edhe një herë, se çmimet e rrymes nuk do të rriten në mandatin ton as edhe 1 cent. Moratorium i plot. Do të ndërtojmë spitalin e ri të Kosovës, sepse qytetarët tanë nuk duhet presin me muaj për trajtim, as detyrohen të kërkojnë shërim jashtë vendit. Do të investojmë mbi 1 miliard euro në sqerdhe, në mësim tërditor, sepse shteti i fortë fillon nga fëmia. Fillon te dia, fillon te shkolla, në çdo komunë të Kosovës të bëjmë mësimin tërditor si prioritet nacional. Ky është vizioni ynë, jo shtet që menaxhon varfërin, por shtet që krijon mirëqenie. Jo shtet që udhëhiqet me krizë, por shtet që ndërton siguri. Jo shtet që ul pritje qytetarit, por shtet që krijon mirëqenie pasuri. Jo shtet që harxhon 20 miliard euro e nuk e le as edhe një shenjë. Shtet që investon dhe investon secilën ditë në vendin e vet. Sepse ne nuk kemi ardhur për të administruar Kosovën,